Fshatrat e Pollogut nuk janë larg, të lidhur sigur mozaiku në një tablo të gjallë. Çdo kush mund të niset në mëngjes dhe të kthehet në mbrëmje, pa ndjer asnjë pengesë. Por ajo që të befason më shumë nuk është vetëm prakticiteti i jetës, por pamja që hapet para syve. Peizazhi i Pollogut është një thesar i natyrës ku bukuria të lë pa fjalë dhe ku çdo hap të kujton se natyra këtu ka bërë një mrekulli të veçantë. Sot do të udhëtojmë drejt fshatit Negotin, që i përket komunës së Vrapçishtit dhe ndodhet vetëm 23 km larg qytetit të Tetovës dhe rreth 10 km larg Gostivarit. Ky vendbanim shtrihet në pjesën perëndimore të Maqedonisë së Veriut, duke e bërë një pikë të rëndësishme lidhëse mes Tetovës dhe Gostivarit. Është Negotina, një fshat i qetë, i rrethuar me peizazhe të bukura dhe me banorë të mrekullueshëm, të cilët e mbajnë gjallë traditën dhe mënyrën e jetesës rurale. Do të ndalemi edhe në tokat bujqësore, ku punohet me përkushtim gjatë të gjithë vitit dhe do të bisedojmë me banorët për jetën e përditshme, sfidat dhe krenarinë që ndjejnë për vendlindjen e tyre. Negotina nuk është vetëm një vend në hartë, por një histori e gjallë e bashkëjetesës, punës dhe lidhjes së njeriut me tokën. Ejani me neve. Fshati Negotin ndodhet në 580 metra lartësi mbi detare, ndërsa lumi i saj buron nga 1100 metra. Fshati kufizohet me Llomnicën, Kalishtin, Senakosin dhe Dobordollin. Rrugët janë të mira dhe me infrastrukturë të rregulluar, duke e bërë vendbanimin të qasshëm e tërheqjes. Udhëtimi im do të vazhdonte drejt qendrës së fshatit, ku do ndalonim për të përjetuar gjallërinë e sheshit, mikpritjen e banorëve dhe atmosferën e ngrohtë që e karakterizon këtë vend. Dhe sapo kemi arritur në fshatin Negotin, prapa nesh, siç e shihni, janë duke shkëlqyer edhe shkronjat e mbishkrimit të fshatit Negotin. Me sa duket, këtë ditë është bërë edhe përfundimi i këtij shkrimi. Ne në hyrje ndjejmë aromën e mikpritjes që e dallon këtë vend. Rrugët e qeta, shtëpitë e rregulluara dhe njerëzit që të përshëndesin me buzëqeshje tregojnë se je i mirëpritur këtu. Sot udhërrëfyes në këtë vizitë do të kemi Axhibarin, banor i këtij fshati dhe njohën si mirë historisë, traditave dhe jetës së përditshme këtu. Ai do të na tregoj vendet më të veçanta, do të na prezantoj familjet dhe do të na shpjegoj se si jeta rurale në Negotin vazhdon të ruaj vlerat e saj brez pas brezi. Dhe ja ku e kemi Axhibarin duke na pritur, përshëndetje i nderuar. Si jeni, faleminderit për mikpritje. Do të ecim në përfshat dhe do të na tregosh bukuritë të cilat i ka ky fshat. Po të tregoj tash më sefte mund të vë tregoj këtë urën që jam mbaru, kjo reka ne i thonë Muzdaçja. Tani është ndërtukja. Ashtu, Muzdaçja, kjo këtë ka mbaru ku ka qenë komuna në fshatin Negotinën e Pollogut, atë ka qenë në komunë, ka qenë Raif Kamberi, dhe ai ka ndërtu rrugën preja që natë që e shifni këtë me drejta dhe këtë me murnej. U kollë më kohë se këto murnej nuk kanë qenë ma përpara. Ai kur ka kanë, atëherë kur ka kanë komuna e Negotinës, ai ka kanë kryetar edhe ai ka mbaru shumë në fshatin tonë. Po, me thamë pas ka punu, pas ka bëjë investime. Rrugën e drejtat e këto që shumë, edhe kjo si ka shtu, ta shpejta... është mbishkrim i ri, vërehet. Mbishkrim i ri, po, shumë bukur është kru. Nga du të ecim tani, Axhibari? Ka dalë, të shkojmë në përfshat. Fshatin që shihni, fshati bukur, që këtu i mbëru një shatërvan, ka pas një plak në këtë fshatin tonë, një plak katuni që i thonë njëne, a i se i gjallë vetë, që ishi plak katuni, dhe e boni që këtë shatërvan që e shihni, e ka bohaj. Ta shësi shihni të kafe tona, se kanë ardhur këto gurbeqit pak... Janë të mbushura, për plot me banorë. Janë të mbushura, me banorë, janë të mbushura, edhe punojnë tash mirë, mësë ndaj, ku të si të shkojnë ato në përvisën gurbet, ku punojnë ato në për idare shkojnë atjene, edhe të fshatin mbrazë. E fshati jonë sa i përket fshati tonë është me banorë është të 5.000 kusu, 5.500 banorë, me shtëpia është të 1.400 ose 1.450, mund të pak më tepër, është shtëpi. Shtëpia të reja, ato që kanë punu në për gërbret, kanë bo shtëpia të reja, i kanë bo shumë mirë, i kanë bo. Në që të parë që kanë
që kanë fituar në Gurbet, ato i kanë fizuar në vendlinjët të veta. Gjithë investimin, dhe më thënë, të cilën e bëjnë vinë këtu në fshat. Do të tregoj dhe një bisedë që qëjtë dyqanin që shifja që ma në fund, ajo ka qenë më përpara, ka qenë atje, ne i thona mulej, që i bluhët për grunin, për misin, ato që i ka bluhët më përpara fshatarët. Mulliri fshatit. Ashta, që këtu ka qenë kjo, që tje. Edhe mas ndaj ka pas pjesë edhe Rametli, baba jem atine, edhe 2 vjetë që e ke pas, mirë po baba jem nuk ka mund ta infezoje, ta pe parë nuk ka pas para, që ta boje ai vetë një mullej vot rej, ta boje, mirë po ato di që kanë pas ma shumë ka të ratu që kanë pas, edhe ato vetë kanë baru, po të kejtë kanë baru. Janë bërë lokalit. Nuk e kanë lënë mullej. Tani në fshatin e Gotin nuk ka mulli as pak. Po në fshatin e Gotin ka vetëm një mullej. Ka pas më përpara, ka pas, dhe mund të thëmë 1, 2, 3, 4-5 mullej ka pas. Tash për tash është i njëni atë që nalt, të gjami janë nalt, a i ka pas ishte mullej, a i mbaj që i ka prish mullinin, kur ka mbarohu shpej edhe një pjesë vendi e ka lanë e ka mbarohu mullej 3. Ajo bëhet me ujë, jo me struj. Aha, tani është e funksionale me ujë është më i shëndetshëm se me struj. Për të bëmë vetëm ai e ka. A është funksional? Ha? Është funksional apo? Funksional, po vetëm ai punon. Tjetër nuk ka asnjë, vetë nuk shkoj. Sa më së ndaj bujqësin që e kam punuar më përpara bujqësin, tash nuk e punojnë fshati, sepse më para nuk e punojnë se nuk kanë llogari. Ka shumë pak. Pas për shtetit, nuk ka llogari, kret ka shku, në vend që shkojnë plus, ka shku në minus. Kuptar? Edhe më së ndaj, pas një kohë, ato e marrën rrugën e Gurbetit. Mallit që kanë punu, ta që kanë lanë, edhe mallit që thonë ato, këne kam letë shkret pa punu. Ka një pjesë që kanë ma shumë që kanë shtallë, ma shumë që kanë hajvan, vetëm ato një 4-5 vetë buqë mund të thëmë, vetëm ato këtë të punën që ato tokën që sa kanë mundësaj. A shumë tokë kam letë pa punau. Kuptat se nuk kanë, se kam patën fjallën nuk kanë llogari. Pra gjohë i kanë lanë dhe këtë. Gjybaria rrëfentës e Negotina ka qenë gjithmonë një vend i gjallë, ku toka ka ushqyer breza të tërë dhe ku njerëzit kanë jetuar me punë dhe me nder. Dikur ka qenë shumë ndryshe. Në mbrëmje burra dhe djemt janë mbledhur në oda për diskutuar punët e fshatit, ndërsa gratë kanë përgatitur bukën dhe kanë ruajtur traditat e vjetra. Ai tregonte se në Negotin gjithmonë është ruajtur gjuha dhe zakoni, edhe kur kohët kanë qenë të vështira. Në stinët e punës, burrat kanë dalur në ara, gratë kanë ndihmuar në korje dhe çdo fest është ndruar në një tubim të madh ku është kënduar e luajtur valle. Negotina nuk ka qenë vetëm fshat, por streh për shumë të tjerë. Gjatë kohëve të luftrave, sidomos në vitet e fundit të shekullit të kaluar, banorët hapën dyrë për refugjatët dhe kanë treguar mikpritjen e tyre. E pra, kjo është krenaria më e madhe e këtij fshati, zemre e hapur dhe bashkimi i njerëzve. Sot, kur shohim pamjet të Negotinës, shohim jo vetëm shtëpi e rrugë, por një histori të gjatë solidariteti, pune dhe kulture. Dhe zëria e Xhibaris duket sikur ende na kujton se kush jemi, nga kemi ardhur dhe çfarë duhet të ruajmë për brezat që vijnë. Në cilën lagje jemi tani? Ku jemi tani? Jemi lagjën këtu, kësa i thunë Leprushka. Leprushka. Këtë muhallë. A ne këtu e kemi Gjeloaska këtu. Unë jam Gjeloaska. Gjeloaska një që të poshka e limuzina që vinë. Ata të poshka janë jahullar. Teksa esnim rrugëve të fshatit, takuam një banor të moshës më të re, energjik dhe i buzëqeshur, me fytyrë që tregonte dashuri për Negotinën. Kishte një dyqan të vogël në fshat, ku shiteshin gjërat e përditshme dhe ku banorët ndaleshin për të bërë biseda të shkurtra. Ai në tregoi se dyqani nuk është vetëm vend pune për të, por edhe pikë takimi, ku fshati mban gjallë frymën e tij të ngrohtë. Duke folur me të, ndjem se sa shumë dashuri ka tek të rinjët për Negotinën, për traditat dhe për jetën që ata ndërtojnë këtu. Se si e kalon dita këtu në fshatin Negotin? Mirë. Është lokali juaj? Po. Edhe si është puna e biznesit këtu? Mirë, ndonjëherë. Tash edhe sezoni veror mërgjimtarë, ka patur lëvizje më shumë ti? Ka, gjallërej, ka. A ka turistë të cilët vinë ta vizitojnë këtë fshat? Ndonjë. Po. E ju sa vjeçar jeni? 27. E mendoni ta ardhme këtu në këtë fshat, apo? Po, mendojmë këse të bëhet mirë, ama... Po, shpresojmë që do të bëhet mirë. Po, moshatarët e tu, si e kalojnë ditën këtu, me çfarë merren? Mirë.
Disa kanë shku të poshtë. Tani janë duke ecur në mes të fshatit Negotin. Rrugët janë të mirë mbajtura dhe shtëpitë rrethme janë moderne, me fasada të freskëta dhe dizajne bashkëkohore që tregojnë se ky fshat po zhvillohet dhe po përparon. Njerëzit kalojnë duke më përshëndetur me buzëqeshje dhe një mirëdita të thjeshtë, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe mikpritëse. Në ajër ndjej freskinë e natyrës, ndërsa dëgjohet zhurma e fëmijëve që luajnë dhe bisedat e banorëve që vazhdojnë jetën e tyre të përditshme. Më tej vendosëm të vizitonim objektin e shkollës në infrashëri, por përpara se të arrinim aty, ndaluam për një moment në një kafene të vogël në qendër të fshatit. Aty takuan profesor Enver Bilalin, ish drejtori i shkollës dhe profesori gjeografisë, tani pensionist, i cili na priti me një ngrohtësi të madhe. Mes aromës së kafes dhe zhurmës së qetë të kafenes. Ai filloi të na rrëfej për historinë e arsimit në Negotin, për përpjekjet e mësuesve dhe gjeneratave të para që ndoqën mësimin në gjuhën shqipe. Profesor Bilali ndau kujtime nga vitet kur vetë ishte drejtues i shkollës, duke na treguar se si çdo klas, çdo mësues dhe çdo nxënës kanë lënë gjurmë në historinë e këtij vendi. Ishte një mënyrë e veçantë për t'u përgatitur për vizitën e shkollës, duke kuptuar më mirë rëndësinë e saj për komunitetin dhe për trashëgiminë arsimore të fshatit. Jemi këtu me profesor Enverin, i cili një pjesë të madhe të jetës ja ka kushtuar arsimit. Profesor, si jeni, si kaloni, si ju kalon dita? Mirë, falë. Si është jetosh të fshatin e Falë Zotit, një herë mirë, edhe falë shëndetit që ende më mundëson të gjindën në mesin e qytetarëve të Negotinës. Ajo gjëja më e rëndësishme? Ashtu është e më e rëndësishme një. Profesor, si ka ndryshuar gjatë viteve arsimi në këtë fshat, në fshatin Negotin? Gjatë viteve? Po. A ka patur ndonjë ndryshim, apo? Gjatë viteve ka shumë ndryshime të mëdhaja. Një prej ndryshime është që nga çlirimi e këndej, kur nuk kishim asnjë femën në shkollë, tani shkolla e jonë dominon me mësuse dhe profesoresha femna, gjinisë femnore. Unë kam qenë përndryshe gjatë kohë dhe drejtori i kësaj shkollës tonë këtu, edhe në atë kohë me 3200 nxënës sa numëron të shkolla e jonë këtu, edhe me 187 punëtorë gjë e ishin, kishim një 10-15 femna, tjerët ishin meshkuj. Sot kemi arrit 80% jenë femna, por kjo është ndryshimi i madh një. E dita, sot Negotina në aspektin e ndryshimit të arsimimit disponon me kuadrë shumë të përsosur, duke nisë prej gjimnazistëve në shkollat mesme, deri te doktorët e shkencave të profesorëve të ndryshme, ekonomista, të drejtësisë, të filozofisë, të sociologjisë, të lëndëve shkollore, çka nuk kemi, të gjitha i kemi. Veç në mungon rinia, në mungon. Ajo iku, shkoj në mërgim. E ju si e krahasoni këtë brezin e ri tani? Me të kaluarën dikur Negotina gjallëronte me rini. Sot kanë vetë se që është shtëpi me nga 1 ose 2 prindët pleq. Afër 50% e shtëpiave i kemi të mbyllur. Dhe kjo është mjerimi i madh. Prandaj desha të them, mungesa më e madhe është e vendeve të punës që ta mbajmë rinin këtu. De facto, çdo gjë që është investu në Negotin, është investu më tepër me vetë kontribute, vetë sektori privat ka kontribu, ka ndërtu objekte të mira, objekte afariste e kutadjune. Ka dhe shumë biznese, po ashtu. Ndihmë të madhe nga buxhetet nuk kemi pas. Megjithse komuna mundohet të financojë disa gjëra, por aq që ka edhe ajo kapaciteti. Ne jemi ndër komunat e pazhvilluara. Profesor, ju ligjëruesi çfarë lëndë keni qenë?
Keni ligjëruar në këtë fshat, apo? Po, profesori, jam ligjërus, gjithësisht jam student i Novi Sadit. Edhe shkollën e mesme kam mbaru Tetov, Novi Sad e kam mbaru fakultetin e shkencave natyrore, nëndën e gjeografisë. Edhe jam ligjërus i gjeografisë. Me ligjërim fillova edhe me ligjërim mbarova dola në pension. Pos Tetovës që kam dhënë mësim gjimnaz Qiri Pejqinović, kam dhënë gjimnazin e Gostivarit, pak kam dhënë mësim edhe në UT një 2 vjetë kam dhënë mësim. Përndryshe kohën tjetër e kam kaluar një 10 vjetë si drejtori i shkollës 8 vjeçare këtu në Negotin. Në fshatin Negotin. Në Negotin. Edhe momentalisht gjindëm pension, ditët e pensionin kalojnë që kështu me qytetarët e Negotinës. Dhe me shoqërinë, është shumë mirë, është ndjenja më e mirë. E mirë sot, si e shohim ne Negotinën? Si është një ditë e zakonshme këtu në fshatin Negotin? A ja vlen të vinë vizitor? Ditët e zakonshme, sot njerisht nuk janë ato ditët dikur kur qytetarët e Negotinës mëngjezi i zatet në fush edhe mbrëmja teri i zatet në fush. Sot qytetarët e Negotinës më nuk miren shumë me bujësi. Në mërgat ka shku shumica edhe të ardhënat familjari sigurojnë prej punësimeve jashtë vendit. Dhe me thanë, diku mund themi se deri diku mi 50% gjeneratave reja bas viteve 80 shkuën për jashtë. Anë në banë Evropës. Edhe dita e rëndom e qytetarëve që kanë mbeth këtu, si shifni këtu, gjindemi në për kafene pak rejmë, marëm ka pak pensione, dikush ndihma sociale, edhe kështu e kalojmë kohën. Kështu kalon dita. Mirë, çfarë mesazhi do ju jepni të rive të fshatit Negotin? Mesazhi im për të rinjt është që ata të bëjnë çka të bëjnë, të gjithë kapitalin diku që ta fitojnë, ta sjellin në Negotin ta investojnë. Të krijojnë për veti vende pune edhe për gjenerata që vinë pa. Mos na ngelin fëmija jashtë. Përndryshe në mbetën. Mas 50 viteve da harohet edhe gjua. Tuke fol me moshatarët, me mosanikët e vetë, gjermanisht, italisht, ose anglisht, dhe të harojnë në gjuhën ndër nga dalë. Dhe të harojnë edhe traditat kombëtare. Prandaj është mjerimi më. Edhe për mu, këtë kjo rini që gjinë tash në shkollime dhe në punë për jashta, duhet në perspektivë të kenë investim në objekte afariste, jo në shtëpia moderne. Shtëpia nuk sjell para. Para sjell objekte afarist, një uzhinë, pune. Ashtu është. E ajo kemi tash, kanë investu dikush ka pak, por jo është sa duhet, që të ne mbare një këtu. Sot, unë pak para strehova se këtu kjo shkolla jonë, vetëm shkolla e Negotinës, ka pas 1200 zonës. Sot nuk e dia ka në 400 zonës. Pitë parës deri në 8. Shkaku i migrimit. Ashtu. Une, dikur kur isha drejtori kësaj shkolle, bëna shumë angazhime që të formoj paralelet e gjimnazit. Ato paralelet e gjimnazit të shpërndara prej Panqe Poposkit të Gostivarit këtu, përfshintën në zonësit, gjini, femnore, mashkullore, pitë parën deri në 4. Ato paralele masëne u shëndru në shkollë komunale të mesme. Sot Negotina ka në shkollën e mesme komunale, por në zonësit mungojnë, fëmijët në mungojnë. Bankat i kemi shprazat me 8 zonës, me 10 zonës. Kjo mjerim është problematike. Po shpresoj se rinia do të kthehet. Ky problem nuk është vetëm për Negotinën. Është çdo punë, është në çdo fshat. Po thuaj se në çdo fshat, pak më tepër fshati e ndjen këtë, se qyteti sado pak ka diçka në një vend pune pak më tepër. Ama fshatet i mungon. Rinia sot nuk i përvesh këmbët të punojë tokën. Se nga toka
nuk ka ekzistencë, nuk mund të mbuloje me dhe shpenzimet e ekzistencës. Ashtu është. Njerisht, jemi tash momentalisht duke ble fruta nga Brazili, nga Algjeri, ose nga Izraeli. Në vend që t'i blejmë tonat. Vend që kem tonat. Rregull, profesor, shumë faleminderit, mos ju lodhi më shumë, S'ka ju uroj përse. jetë të gjatë, shëndet dhe mbarësi. Faleminderit edhe ju. Dhe uroj ta shijoni jetën këtu me miqtë tuaj, fshati Negoti. Kjo bisedë me profesor Enver Bilalin, ish drejtor dhe profesor i gjeografisë, na la një përshtypje të thellë. Ai ishte një njeri me vlera të larta dhe shumë i arsimuar. Dhe na tregoi se përveç ti, ky fshat ka shumë banor të arsimuar, profesor, mjek, jurist dhe shumë profesionistë të tjerë. Ishte e qartë se Negotina ka një traditë të fortë arsimore dhe çdo gjenerat e re trashëgon këtë vlerë të çmuar. Por tani, rruga do na dërgonte drejt shkollës, ndërsa kujtimet dhe histori që na ndau profesor Bilali mbushnin mendimet tona dhe na përgatitnin për vizitën në zemrën e arsimit të fshatit. Prapa me ndodhet shkolla e fshatit Negotin. Ndërtesa është moderne dhe mirë mbajtur, duke treguar për kushtimin e komunitetit të arsimit dhe brezave të rinja. Sot nuk shohim nxënës në obor, pasi është periudha e pushimit veror dhe klasat janë bosh për momentin, por shikimi i kësaj shkolle të qetë na bën të mendojmë për energjinë dhe zërat e fëmijëve që do të kthehen këtu së shpejti për të mësuar dhe për të rritur në këtë ambient. Shkolla fillore në Infrashëri në Negotin ka rënjë që nga vitet e luftës së dytë botërore. Në periudhën e viteve 1942-44, në administratën italiano-shqiptare, rifilloi mësimi në gjuhën shqipe për klasat e para me mësues të ardhur nga Shqipëria. Pas luftës, edhe pse pollogu ra në pushtetin jugoslav, u ruajt dhe u zgjerua arsimi shqip. Mësimi u bë i detyrueshëm dhe u përfshin gradualisht edhe vajzat. Për shkak të mungesës së hapësirave, mësimi u zhvillua fillimisht në objekte të improvizuara si domi i kolektivizimit. Në vitin 1964 u ndërtua godina e parë e re me 8 mësojtore, më vonë godina e dytë dhe e tretë duke rritur ndjeshëm numrin e nxënësve dhe të mësuesve. Shkolla përfshinte jo vetëm fëmijët e Negotinës, por edhe të fshatrave përreth. Fal punës së shumë mësuesve dhe drejtuesve, ndërta Kurtalia Dili, Medie Karaxha, Enver Bilali dhe 10 arsimtar të tjerë. Shkolla u shndrua në qendër të arsimit shqip në rajon. Në vitet e 70-ta u hapën edhe paralelet e para të arsimit të mesëm në bashkëpunim me Gjimnazin e Gostivarit, duke u dhënë mundësi nxënësve të vazhdojnë shkollimin pranë vendlindjes. Sot shkolla në Infrashëri ka afro 500 nxënës dhe mbi 100 të punësuar, infrastrukturë më moderne dhe traditë të gjatë në edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të reja shqiptare në Pollok. Drejtoreshe tanishme është zonja Afërdita Hoda. Me këto mendime në kokë hym në objektin e shkollës, ku na priti me buzëqeshje ndihmës drejtori dhe profesori Abdi për të na udhëhequr në vizitën tonë. Përshëndetje, profesor Abi, si jeni? Si kaloni? Mirë, faleminderit. Ne erdhëm, por nxënës nuk ka sot. Kjo ishte shkolla qendrore në Infrashëri, e cila prej dekadash ka qenë zemra e arsimit në Negotin. Dhe më thëmë bot fjallë shkolla Sarakosit është, Karishtit, Gjorgjevishtit dhe Lumisa. 4 shkolla. Po, kushte qendra është Negotina. Gjithsej ka parafësisht 500 dhe nxënës. Është ndarë në 66 paralele, ka 94 mësimdhënës, më thëmë bot fjallë zbashku me shkolla tjera periferike. Në rregull. Tani profesor, ju e dini se ma në çdo fshat është problematike numri i rënjes së nxënësve. Ka ndikuar edhe Ka këtu? ndikuar edhe te ne, por kohët e fundit jo, zbesoj atë shumë. Mirë, çfarë aktivitetesh zhvillohen në këtë shkollë? Ka aktivitete të ndryshme të nxënësve? Ka, këtë kjo shkollë me të vërtet ka pas aktivitete, dhe me thonë këvi pas aktivitete gara sportive, aktivitete dhe me thonë në garat matematik gjuhë angleze, e shumë.
Objekti jam besoj se është nivel paralele të klasat të të furnizuara me smart tabela. Unë të shifë ju. Po, sa klasa ka gjithsejt? Gjithsej, të shkolla qendrore janë 27 paralele. Dhe me thënë cikli urit së bashkë me ciklin e lartë. Ka mungesë mësuesish për ndonjë lënë caktuar në shkolla, po? Ka mungesë, në veçantim të shkencave. Kemi mungesë, me thënë matematikë, kemi fizikë. Cilët janë lëndët më problematike? Më problematike e sejtë, me thënë është matematika pak si është matematikë, të lëndë tjera janë pak më. Është edhe e vështirë tek nxënësit apo? Është edhe të vështirë, duhet të adaptohen nxënësit. E tani në shkollë më thuaj, dominon gjinja femrore apo jo? Po, të ne Dominon. 80% gjinisë femrore, dhe më thënë gjinja mashkullare, kemi në betë, më thënë, janë 23%. Kjo shkollë funksionon, dhe më thënë, parafasisht për viteve 67, 1967, në shkollat e para. Ka qenë edhe shkollë, ka pas shkollat tjera, dhe më thënë, në doli gradeci, këtë në qenë. Të janë klasat me smart. Të për klasat me smart tabel. Ndërsa largoheshim nga shkolla në infrashëri, pamjet e klasave bosh, bankat e qeta, na kujtonin historinë dhe breza që janë rritur këtu. Edhe pa nxënës, ndihej prania e dijes dhe traditës së gjatë arsimore të këtij vendi. Bukuria e këtij fshati nuk matet vetëm me peizazhe. Ajo gjendet edhe në fytyrat e pleqjve që rrëfejnë kohët e shkuara. Rrugës ndaluam tek ata për dëgjuar zëra që e kthejnë të kaluarën në të tashme. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Si u kalon dita këtu? Fshatin e Goti. Po unë jemi penzionerë për ditë imi për E po pa punë, tash kur keni qenë tre keni punu? Qeshme. Po, ku jeni të shku tash? Në xhami. Si u ndalova? Në xhami. Po, Është koha e drekës. ka të bëjmë. E si kaloni ditën? Çfarë bëni Mirë. prej mëngjesit? A, Kur si- zgjoheni? Në për shpijë se ndalim për nxeftit. Po shumë nxehat. Që të zdi për të thonë. E kafën e mëngjesit ku e pini? Tu apo në qendër? Dërkush e pinë në për kafe, dërkush në shpijë, Po. si ku si e selin. A ju pëlqen jeta këtu në fshat? Për në përshën të kemi linje, e në familje tonë, në këtë Po, të kemi linje. jetoni këtu. Po. E mirë, tashme që jeni ju pleq, Po. a do ma jepni një këshill mua? Çfarë Oj. këshille do ma kishi dhënë? Ta kini shëndetin, familje të kini mirë, qëtër shilë, Shëndetje është mbi të gjitha. qëtër. Okej, ju uroj një ditë të mbarë, kaloni sa më Faleminderit e bukur. ju, lërim, ditë Ju marë. përshëndes. Aj, tunë. Dy pleq t'u larguan nga dalë, pas një rrëfimi të ngrohtë për jetën në fshat, që na bëri të buzëqeshim. Hapat e tyre mes rrugës lan pas histori dhe kujtime të çmuara. E pra, kjo është jeta në fshat. Gjatë vizitës sonë në Gotin, do të njihemi edhe me një prej banorëve që merret me bujqësi. Ai është një shembull i punës së palodhur dhe përkushtimit ndaj tokës dhe traditës së bujqësore që mbart ky fshat. Do të shohim nga afër mënyrën se si kultivon arat e tij, metoda që përdor për të mbjellë dhe korrur prodhimet, si dhe sfida që has në këtë profesion. Përmes këtij takimi do të kuptojmë më mirë rëndësinë e bujqësisë për jetesën në Negotin dhe ekonominë lokale. Ne do të shohim banorin i cili merret me bujqësi dhe ai është duke na pritur. Zoti Alil, mirëdita. Dita. Si jeni? Merë, ju sini? Si kaloni? Merë, faleminderit. Ju? Dhe si u kalon dita këtu që merreni me bujqësi, me lop? Sa lop keni? Ju një 30 so, në tepër një këtë. 30. Po. E sa vite ka që merreni me këtë punë? Dimi e 16 në halis që kemi kapë. Që kanë shumë vite. Po, po. E keni trashëguar Po, apo? pi babës, ama dimi e 16 e kemi darë këta. Këtë që kjo objekt. Po mirë, zoti Alil, si është një ditë e zakonshme për ju këtu në Ferë? Normal, qohë një jesë, vajnë këta o kështallë.
Dimelim lopët, pas në pjeni, të gjojët më për të traktorat e në fushës, t'i gra. Zgjoni shumë herët. Po në 5 e gjisë, po. 3 ora 5. Po, 5 e gjisë ta. Do E mi- të tene. Mirë tani, ku janë lopët? Që është edhe, që është mërë. Janë brenda në ferë. Këto mjelësit, këto janë të tjera të janë jashtë që kemi lanë për të rëhu. Po. Këtu janë 30 lopa, po? Jo, këto janë një, të ka një 16, 16. Ndej ka një 4, 6, një 9, 25, këto tjera të janë për jashtë. Mirë, çfarë prodhimesh nxirrni nga lopat? Vetëm qumshtin apo edhe produktet e tjera? Edhe mishën e mbana për mish, të kemi kanë këtë për mish, për këtë kemi harxhau, tash Sjerën para sezonës kemi harxhau, të këtë mishit kemi kanë. Nga janë blerësit, janë të fshatit të Gotina apo edhe të fshatrave tjerë? Edhe mishtore, mishtore. Mishtore tona të fshatrave në Follo. Po, Pollogit, të mishtore të Pollogit. Po mirë, si ndikon stina e dimrit për punën tuaj, është e vështirë? Jo, dimrit ma lehen të kemi ne. Dimrit të kemi ma lehen. Përse është më lehtë? Më lehtë se nuk shkojnë në fushat e merren vetëm këta. Do me thënë gjithmonë janë këtu, nuk i nxjerrni jashtë. Jo, jashtë nuk dalën këtu, jashtë më njerë nuk shkojnë në fushë, ne kemi vetëm verës shkojnë në fushë. Jo, kori, që të kosajti, që të bejesh barë, jo, kujdish mesër, që të gjithë punët janë. E ju tani punoni vetëm apo bashkë me familjar? Me gjallin e në shoqe, me në ndimon kosisht, kur ka nevojë. E barin nga i merrni? E kultivojna vetë. Vetë? Vetë e kultivojna. Në fushat e Negotinas? Fushat e Negotinas, to, kemi në një pjesë kemi fushën e Senakosit. Afër e kemi këta, se ne jemi të me Senakosit, kufizonën dhe i kom të do tokët Senakosit. Mirë, zoti Ali, më tregoni, a ja vlen të merreni me këtë profesion? Po, si jo. Ka përfitime, do me thënë? Po. Tash ma merë. Ka hip mishi, ka hip qumshti, ka hip krejt gjonje. Po, ja vlen. Po, ja vlen. Ma për në pak sasia me madhe, janë ma shumë. Salim tra qumsh prodhoni çdo ditë? 300 litra po. 300 litra. Imi, tash 300 litra, mundën ma shumë, mundën ma pak, ka mund që taj të kundi. Zoti Halil, na thoni cili është një mesazh për të gjithë ata të rinj të cilët kanë ikur, por edhe ata të cilët jetojnë këtu që t'i kthehen bujqësisë, të merren me bujqësi, sepse jeta në fshat i kërkon bujqësi. Po. Pa bujqësisë, ka as fshat pas qyteti. Për trejt do të punë, ku shkuje do të punoj. Po këta hala ma pak unë nësaj. A duhet kthehen në fshatin e Gotin? Për në Gotin, përgjithësi, jo veç në Gotin, përgjithësi fshatrat do të kthehen, që do punosh pak, fillimi është më i rëndë ku do me shku. Po, ashtu është. Mirë, këtu në fshatin e Gotin, bujqësia është në nivel, apo? Mirë, këto kënja mirë bujqësia, nuk është... Ka edhe banorë të tjerë që merren me bujqësi? Po, mund të ketë 15 vetë sigurisht. Shoh që janë që i punojnë hali, se ka shumë më të vogli, po. Shoh që janë më të vogli, farmen më të vogli, ka ndë tjera, më shoh që ka më dhe janë 15 sigurisht. Dhe herën tjetër, kur ne do të vim në fshatin e Gotin, do të vim të zoti Halil dhe bashkë do të shkojmë në arat e tij dhe të mbledhim barin edhe ne. Janë 4. Po. Kam makinat bujqësore krejt i kemi. Pen, traktor, krejt makinat sa i përkasin bujqësisë i kemi ble. E qeni? Qeni i këto. A ka fsho? Ja. Nuk ka fsho. Hiç pa. Zoti Halil, po këtë lopët kënde? Se janë mushtjera këtë për trujën, për t'i bo lopë treja këto. Për t'a zmadhohu numri. E nga i merrni këtë lopët tash? Këto pëjon pitonave mushtjera, për viqave tonë.
Në rregull, zoti Alil, mos ju marri më shumë kohë. Ju falenderoj shumë për mikpritjen. Ju uroj shumë suksese dhe Faleminderit. kalofshi sa më mirë. Shpresoj të takohemi sërish në fshatin e Gotin. Si jo. Dhe ne ecim drejt fshatit më tej. Nga lartësia pamja është thjesht magjepsëse. Shtrihet me shumë shtëpi të shpërndara. Në mes të fshatit kalon lumi i Mazraçe, që i jep gjallëri dhe freski vendit, ndërsa banorët vazhdojnë jetën e tyre pranë tij. Në sfond kodrat e larta rrethojnë fshatin, duke krijuar një peizazh manitës që duket si një kornizë natyrore për çdo shtëpi dhe rrugicë të tij. Çdo cep i fshatit duket se flet për historinë dhe traditën e tij, duke e bërë pamjen jo vetëm të bukur, por edhe të gjallë me kujtime dhe rrëfime të breznive që kanë jetuar këtu. Duke ecur në rrugët e Negotinës, përveç shtëpive moderne dhe tokave të gjelbruara, nuk mund të mos vëmre dhe biznese që po zhvillohen me hapa të sigurt, dyqane lokale, agjenci shërbimesh, artizane që punojnë me përkushtim, të gjitha këto tregojnë se fshati po ecën përpara dhe po krijon mundësi për banorët e tij. Bizneset janë pjesë e rëndësishme e jetës së përditshme dhe kontribojnë në zhvillimin ekonomik të komunitetit. Ata mbajnë gjallë tregun lokal dhe ofrojnë vende pune, duke i dhënë një frymë dinamike Negotinës. Tani sërish do vazhdonim rrugëtimin me Haxhi Barin, i cili na priste në shtëpinë e tij si një njeri pa halle, me humor dhe energji të pakufishme. Me dy djemtë e tij, në shtëpitë e tyre ai shijonte ditën në mënyra të ndryshme, heri qetë, heri gjallë argëtues, duke treguar atë që në fshat quhet lumturi. Një mënyrë jetese e thjeshtë, e lumtur dhe e pasur me ngrohtësi njerëzore që ta mbush zemrën sa herë e sheh. Mërgjimtarët janë një pjesë e pazëvendësueshme e jetës në Negotin. Shumë banorë të këtij fshati kanë punuar dhe jetuar jashtë vendit, sidomos në vende si Italia, Zvicra e Gjermania, duke kontribuar jo vetëm për familjet e tyre, por edhe për zhvillimin e komunitetit. Kthimi i tyre në vendlindje sjell jo vetëm eksperjenca dhe njohuri të reja, por edhe një frymë të re dhe energji pozitive. Ata janë mbështetje fuqishme për familjet, ndërsa investimet dhe përpjekjet e tyre ndihmojnë në përmirësimin e infrastrukturës dhe jetës së përditshme në Negotin. Mërgjimtarët mbeten ura lidhëse mes vendlindjes dhe botës së jashtme, duke ruajtur lidhjet kulturore dhe emocionale që i bëjnë këta njerëz pjesë të pandashme të komunitetit. Në qendër të fshatit, aty ku kalon lumi i Mazraçe, Haxhi Baria na tregonte për investimet që banorët kishin bërë për të përmirësuar vendin. Ai theksonte se pa pjesëmarrjen dhe përkushtimin e tyre, asgjë nuk ka kuptim dhe kjo e bënte gjithçka edhe më të çmuar dhe të gjallë. Me nuk qana të Gurbeqit, kur vjen këtu në vendlindje, tu s'ka gjë. Bosh. Tu katastrofë. Nuk ka njëri. Vjen për kur vjen Gurbeqit, fshati ngjallohet pak, ose qytetet ose ato, ose restoranet, ose duganet, ose kafet, hapën gjallën, pak ngjallohen. Ato kur shkojnë, në ato prapë vjen, edhe me java e mbilin dugajnë. Nuk ka njerëz, nuk ka hesa, paguaj strujen, mundoj të paguaj rrimën, të paguaj ato, nuk ka hesa edhe e mbilin. Është vërtet për të ardhur keq që një fshat kaq i mirë, kaq i bukur, me natyrë të pastërt, banorët e largohen nga ky vend. Ashtu, largohen banorët se nuk ka i kushte, nuk ka punë. Nuk ka punë. Kjo është kur nuk ka punë, kur nuk ka. Mora ciklin banorët, nuk të bëjnë shidare, çmimet e larta. Ka disa privatnë që punojnë, që vjen me që bëjnë ditari, që lejnë. Ka disa që punojnë të rika, ma jo është një paket. E tash cila lagja është kjo, ku jemi duke ecur? Për mi i thonë, që të thonë sa lagja është për shkollatët. Po përma, një që i vend për shkollatët. Pas ka shumë lokale këndej pas ka më shumë lëvizje. Po, më shumë ka lëvizje. Është rruga më kryesore, apo? Po, që dhe kryesore. Këtu është Pallati i Kulturës, edhe këtu me një anë kemi komunës Vrapçishtit. Më përpara ky objekt çfarë ka qenë? Më përpara? Më përpara ka qenë Bishko, më përpara ka qenë komuna. Në vitet 1996 deri në vitin 2004, Negotina ishte qendër e komunës, derisa me riorganizimin territorial, ajo ju bashkua komunës së Vrapçishtit. Hym në qendrën e kulturës,
e cila që në hyrje të jepte ndjesinë në një vendi me histori dhe kujtime. Në katin përdes na priti salla e madhe, ndërsa gjitëm shkallët të drejt katit të sipërm. Aty na doli përpara një hapësirë krejt ndryshe, këndi piktorit Mehmet Selmani. Her pas here pikturonte bashkë me kolegët e tjerë artistë. Në Kambalec është piktura e tij e fundit. Në atë mjedis të qetit të mbushur me ngjyra, ruheshin gjurmët e artit dhe krijimtarisë së tij, një dëshmi e bukur se Negotina nuk ka dhënë vetëm arsimtare punëtor të zellshëm, por edhe artistë që i kanë lartësuar kulturën e vendit. Jashtë qendrës për kulturën atë hoqi vëmendjen pllaka përkujtimore të rënëve në luftën nacional çlirimtare dhe busti Naser Ademit. Naser Ademi ra heroikisht në vitin 2001 në malin Korab, gjatë një betejë me forcat të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Andaj për nder të sakrificës së tij, ky bust dhe pllaka përkujtimore janë dëshmi të përkushtimit dhe sakrificës së banorëve të Negotinës për lirinë dhe pavarësinë e trojeve shqiptare. Ato shërbejnë si kujtesë gjallë për brezat e arshëm, mbi rëndësinë e ruajtjes së historisë dhe vlerave kombëtare. Dhe përballë meje ndodhe xhamia e fshatit Negotin, një ndër vendet më të rëndësishme dhe të respektuara për komunitetin lokal. Me arkitekturën e saj moderne, por me elemente tradicionale, xhamia e këtij fshati shërben si një qendër për adhurim dhe bashkëpunim mes banorëve. Në këtë hapësirë ndjehet qetësia dhe respekti që banorët e kanë për vendin e tyre, dhe ajo është një pikë takimi ku bashkojnë njerëz të gjitha moshave. Dhe tani ne do hyjmë brenda xhamisë dhe do shohim objektin, hapësirën dhe po ashtu do takojmë imamin e xhamisë të na flet pak për historinë e kësaj xhamie. Po ju e dini se xhamia është objekti kryesor në të cilën krihen ritet fetare dhe normal thjesht njerëzit mësojnë më shumë për Islamin. Ashtu që sa i përket historikut të xhamisë nuk kemi ndonjë të dhënë të saktë, por dihet se Islami në trojet tona është i përhapur prej shekullit 15 deri në shekullin 17. Mendohet që kjo xhami në fshatin tonë të jetë ndërtuar në gjysmën e shekullit 17. Ndërsa informacioni më i saktë rreth kësaj xhamie është se në vitin 1978 79 është bërë rindërtimi i kësaj xhamie, ndërsa në vitin 2000 është bërë restaurimi dhe në përgjithësi dhe me thënë thjesht më shumë frekuentohet kjo xhami nga sa është më afër qendrës së fshatit. Xhamia është larg qendrës së fshatit 300 metra. Përveç namazit të përditshëm, çfarë aktivitete zhvillohen këtu që e mbajnë gjallë jetën fetare dhe atë shoqërore? Ju e dini se dita e premte është dita që në përgjithësi mbahen ligjërata nëpër xhamit. Para faljes së namazit të xumas, kemi domethënë ligjërat që synohet përmirësimi i aspektit moral, shpirtëror dhe kështu me radhë. Gjithashtu domethënë thjesht mbas kësaj ligjërate mbajmë edhe hutben e xumas, që në përgjithësi aty edhe i drejtohemi xhamatit me këshilla të ndryshme që do t'ju bëjnë dobi ative për përmirësimin e anës fetare, morale, shpirtërore dhe kështu me radhë. Ekziston edhe mektebi i xhamisë që 55 nxënës e vijojnë mësimbesimin në këtë xhami. Në mënyrë të rregullt, domethënë thjesht vinë edhe zhvillohet mësimbesimi, ndërsa leximi i Kuranit, domethënë leximi i Kuranit dhe mësimi i sharteve të imanit të Islamit dhe kështu me radhë. Kemi një grup të rive të cilët 5 kohëshin e namazit dhe krijnë në xhami, duke qenë po ashtu prezent në ligjëratat që i mbajnë në xhami dhe janë të përpikët në kryerjen e adhurimeve fetare dhe dëgjimin e ligjëratave. Por megjithatë kemi edhe një grup tjetër të rive të cilët janë të ndikuar nga trendi i kohës dhe normal domethënë thjesht pak e frekuentojnë xhamin. Qëllimi jonë është që sadopak rinin ta tërheqim në xhami dhe në lidhje me këtë aspekt edhe ne mundohemi që të bëjmë ose të mbajmë ligjërata të ndryshme dhe thirrim edhe hoxhallar eminent që sadopak të gjallërojmë atë aspektin shpirtëror, edukativ, bashkimin e njerëzve dhe kështu me radhë.
Fshati i bukur Negotin mbart një emër me histori dhe tradit. Thuhet se rrjedh nga fjala e vjetër negotium, që do të thotë tregti, sepse dikur ky vend ishte një qendër e rëndësishme shkëmbimesh dhe takimesh, ku njerëzit vinin nga fshatra të ndryshëm për të shitur dhe për të blerë mallra, por edhe për të ndarë lajme e histori. Kjo tradit nuk është haruar as sot. Të dielave, tregu i fshatit vazhdon të mbledh njerëz nga shumë fshatra përreth, duke krijuar një atmosferë të gjallë dhe duke mbajtur gjallë të ndjesi komuniteti që ka shoqëruar Negotinën për shekuj me radhë. Ky treg u formua në vitin 1997. Paralelisht me krijimin e komunave dhe kalimin e disa kompetencave në nivel lokal. Hapja e tij erdhi si nevojë domosdoshme e kohës për të mundësuar shitjen dhe blerjen e prodhimeve bujqësore, të cilët përbënin burimin kryesor të të ardhurave për shumë familje të fshatit dhe rrethinas. Tani, i gjithë tregu është vetëm në shërbim për banorët e fshatit Negotin, vinë edhe nga fshatrat e Krejt tjerë. fshatrat vinë të Toplica, vinë qak të Gostivari, ashtu mbahet, ashtu bën e sap, prija që na, e deri në fund fshatit, atje bëhet treg i madh. Tregu, vetëm djele. Vetëm diell. Ditat e Shisa shtunë bëhet në mirë fshatin Pirok. Po, edhe me siguri ka dhe produkte bio të cilët shiten këtu, nga banorët të cilët prodhohen. Është mrekulli jeta në fshat. Përveç bukurisë natyrore që e rrethon, fshati ruan edhe trashëgiminë e tij historike dhe kulturore, duke e bërë çdo vizitë një udhëtim në të kaluarën e gjallë të këtij vendi. Fshati Negotin e ndan lumi i bukur Mazdraçe, i cili sipas gojdhënave e ka priardhjen nga fjala Mosdaç, që do të thotë mos e duaj. Thuhet kështu sepse lumi shpesh vërshon dhe përmbyn duke sjell ujëra të rrëmbyeshëm. Përveç se kufi natyror, ai është edhe pjesë e identitetit dhe jetës së përditshme të banorëve. Në fshatin Negotin, përveç zhvillimeve në arsim dhe ekonomi, një vend të rëndësishëm zë edhe jeta kulturore artistike. Një ndër shtyllat kryesore të saj është shoqëria kulturore artistike Sami Zëndeli, e cila për vite me radhë ka qenë barca aktiviteteve kulturore dhe ruajtëse të traditës son kombëtare. Ajo është themeluar për të mbajtur gjallë këngët, vallet dhe veshjet tradicionale shqiptare, duke i paraqitur ato në manifestime, festivale dhe aktivitete të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Pas një periudhe qetësie, shoqata u riaktivizua më 7 maj të vitit 2023, ku zgjodh kryesi e re me në krye Sherif Mustafën dhe zëvendës kryetar Bujamin Emini. Në këtë kuadër, shoqata vendosi të bashkëpunojnë ngushtë me shoqatën Art Pollogu me synimin që së bashku të realizojnë projekte të përbashkëta kulturore dhe artistike. Sot shoqëria kulturore artistike Sami Zëndeli vazhdon të jetë krenaria kulturore e Negotinës, duke mbajtur gjallë trashëgimin shpirtëror të parëve dhe duke përcjell atë tek brezat të rinja. Ajo mbetet dëshmi e gjallë se arti dhe kultura janë pjesë e pandashme e identitetit të fshatit dhe zhvillimit të tij shoqëror. Po ashtu në fshat vepron edhe klubi sportiv Rinia, që për dekada ka mbledhur rreth sportit brezat e të rive. Me aktivitete të ndryshme, sidomos në futboll, ky klub ka përfaqësuar Negotinën në gara lokale dhe rajonale, duke u bërë simbol i energjisë rinore dhe i shoqërimit mes të rinjve.
Dhe tani do ndalojmë tek dy shtëpi moderne ku jetojnë dy vëllezër nga Negotina, Zemriu dhe Zumeri, të cilët aktualisht janë në Itali. Këto janë një nga ata shtëpi që tregojnë qartë lidhjen e fortë të mërgjimtarëve me vendlindjen. I shohim. Sot do të marrim pamje nga jashtë dhe brenda për t'ju treguar bukurinë dhe kujdesin që ata kanë treguar për këtë vend. Shtëpitë e familjes Dauti shtrihen në një hapësirë prej rreth 5500 metër katror. Dhe këtu është hyrja e shtëpisë dhe sa po hym brenda, menjëherë vëmendjen ta tërheq një portret mjaft i bukur i dy fëmijëve të vegjël që ndodhet mu tek dera e shtëpisë. Është një detaj thjesht, por që tregon kujdesin dhe dashurinë për familjen. Dhe tani do vizitojmë hapësirën brenda. Pjesë e kuzhinës dhe është stilit më modern. Brenda këtyre shtëpive mbizotron një stil i unifikuar ndërtimi. Secila prej shtëpive ka nga 5 doma dhe 4 banjo me dizajn modern e të kuruar me kujdes. Këto shtëpi janë ngritur gjatë një periudhe 6 vjeçare, duke dëshmuar për kushtimin dhe punën e palodhur të kësaj familje. Këtu në terasën e balkonit dhomës së ndejes mund të shohësh pamjen magjike të pollogut. Është vërtet një mrekulli, zakonisht në mbrëmje. Në fund, ajo që bie më shumë në sy është fotografia e nënës dhe tezës së tyre. Një kujtim i vyrë që kujton rrugëtimin e gjatë nga thjeshtësia dhe varfëria e dikurshme, drejt mirëqenies së sotme. Tezja, e cila gjithnjë u qëndroi pranë dhe i mbështeti në çdo hap, mbetet figurë e respektuar dhe pjesë e pandashme historisë së kësaj familje. Në këtë fshat ndodhet një burim i veçantë ujë mineral, i cili është i njohur dhe i çmuar jo vetëm nga banorët e fshatit, por edhe nga njerëz të shumtë që vinë nga rrethet e përreth e më larg për të mbushur ujë. Ky burim natyral ofron ujë të pastër dhe të freskët që njihet për cilësinë e tij shëruese dhe pashtu edhe për atë freskuese. Për shumë banor, është një pjesë e rëndësishme e jetës së përditshme dhe një traditë që lidhet ngushtë me vendin dhe natyrën. Gjatë vizitës sonë, do të ndalojmë pikërisht te ky burim, ku do të takohemi me njerëz që vinë për të mbushur ujë dhe do të mësojmë më shumë rreth rëndësisë që ka uji mineral për komunitetin lokal. Për të gjithë ju që dëshironi ujë mineral të freskët, ejani në Negotinë. Vlerat shëndetësore të këtij uji nuk mbetën vetëm në traditën popullore, por janë të vërtetuara edhe nga mjekësia, pasi doktor Arben Seferi ka konfirmuar cilësinë dhe dobitë e tij. Ky ujë përfaqëson një pasuri natyrore të çmuar për fshatin, duke e bërë Negotinën të njihet edhe për burimet e saj natyrore. Dhe për të gjithë ju që dëshironi ujë mineral të freskët të tharë direkt nga burimi, ejani në Negotinë. Këtu burimi ujit mineral ju pret të freskoni ditën tuaj me këtë dhuratë natyrore që ka shërbyer breza banorëve të këtij fshati. Ejani të gjithë ju. Haxhi Barri, jemi tek ujitharët tu në fshatin Negotinë tani. A mund na thoni rëndësinë e këtij uji? Burimi mineral. Ashtu, për këtë uji mund të thonë që uji është ujë shëndosh. Për të pej, është për 3-4 dhimbta, ky është ujë natyral, ujë i mirë, ujë i pastër, gjithë fshatarët vinë mbushin ujë këtu. Do me thënë është edhe ujë shërues. Ujë shëruar është për të gjithë ata të cilët kanë probleme të ndryshme shëndetësore, mund vinë këtu lirisht. Mbushin ujë të pastër, ujë natyral, ujë më të mirë nuk ka. Nuk ka.
A vinë shumë banora, ka shumë njerëz që vinë këtu ta vizitojnë Vinë këtë edhe vend? njerëz banorë të fshatit Negotin vinë, po së të vinë edhe fshatra tjerë vinë. Mos e këto ujë. Nga jashtë, a ka ndodhur vinë nga jashtë? Nga jashtë nuk më ndej, apo fshatra tjerë vinë këtu edhe si pata që natë vinë për qif, familjarisht që vinë adminaton, për qif vinë, hanë, të kaloj një ditë. Ashtu, këto është natyrë e pastër, ajri i pastër është për qif vinë, rinë, deri në kësham 4-5 orë vinë, ujë që si shifë në mbushin ujë këtu, edhe marrë në shtëpi. Prej kur është zbulu ky ujë? Ky ujë është zbulu, mund të thëmë, ka shumë, po mund tjetë edhe 10 vitesh. Gati 10 vite ka, që ekziston ky ujë. Që ekziston këtu. Mirë po e kanë bërë këtë, i kanë punu me murë, ne ma që ndasë i kanë punu vetëm për dëshirës vete. Si qëri fshatari Negotinës i ka bërë, i kanë dresh për dëshirës vete, vete ka regullu, njërë me rakri qif, i kanë bërë. Nuk këmi pas mirë se të pagojnë, vetë njerëzit i kanë bërë fshatarët, i kanë bërë këtë natë që si duhet. Po, unë me sa kuptova prej disa banorëve këtu, njëri ju është me i tharët, apo? Uti me i tharët ka gjithë që i pata dhe në qosh është. Mirë pa e në qosh është vetëm pak për e taj u. Po mirë, gjatë sezonit të dimrit, a vinë njerëzit të mbushin ujë? Vinë edhe dimrit. Edhe dimrit, edhe verës këtë. Haxhibari, kjo është pjesa ku pushen njerëzit, apo? Ashtu pra, tu pushimi, ku e bëjmë pushimi njerëzit, dhe këtu ku pjekin qebap, mishë, dhe pushojnë këtu në të A pjesën. ka do një ditë veçantë, apo Çdo ditë vinë. çdo ditë vinë? Po këto ditët e djela vinë pak më shumë. Djela. Dhe ditët e shtuna. Po, Ma shumë në mishë. vikend. Në vikend. Që kanë ku pjekën mishë, vinë atje ka iso pjekën mishë. Këtu takuam edhe Axhën Xhamali, i cili kujdesej shumë për këtë vend dhe pjesën më të madhe të kohës e kalonte këtu. Përkushtimi i tij e bënte këtë vend edhe më të gjallë dhe më të dashur për banorët. Axha Xhamali, si je? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë, faleminderit. Shumë bukur. Si kaloni Ajo. ditën këtu në fshat? Mirë dikur. Është mirë, a? Mirë. Përgjithësi mirë. Sa vjeçar jeni? Unë jam 75 vite. 75 vjeçar. Dhe shumë vite ti toni. Faleminderit. Që këso si e kur e që e shef, në 2 vetë jena që i këna formu. Na, ujnë e Edhe tare, që- to, burimi. Po, burimi ka egzistu, po se ka shfizu kush. Aha. Mërsa si këmi zonë e këmi regullu që të kështu sa shef, në 2 Po, vetë shumë jena mirë konë. që nga ba. Po mirë, amon, kjo ala ma shumë duhet, Po, amon, po ndërgjegja shumë shumë duhet. investim, po. Ndërgjegja shumë duhet. Që stash i përcolla, 2 vetë pata që i pagujta, 70 euro që i mbludhen me torinat. Po, kujdesi, Me torinat, vetëm pas me tërtia. torinat. Si hane që shto i lanë, me Po, torinat. nuk i largojnë, a? Konta që naltë janë askush hiq, i lanë që shto Po shkuj. mirë, nuk keni marrë, ndërmerë një diçka në një iniciativë Po që farë iniciativë. fshatarët kur të vinë të gjithë ata, të cilët e kalojnë ditën këtu, Çdo ditë ju i thëmë. largojnë. Çdo herë, cilën herë që i vinë, ju thëmë. Me torinat me vete. Po. Ose ke shpreja, keni kontat gjithë kush. Ose që ti nalë të kontat. Jo, qatë si ka hangër e i le. Ile. Mirë, si e kalon ditën, ta shtregon diçka më interesante, çfarë ka këtu? Ku këtu, Po. këtu ka, se thë, popull shumë. Qëtash edhe pak, dhe këtu nuk të kesh ku të vërtajtësh për njerës. A, vinë njerës. Shumë, Ama shumë. ujë kishte shumë pak, u i tharë. Po uj ka pak se nuk ka pas qeneje. Dhe Aha. qatë uj që i del për toke, dhe qatë ja për toke u kolla. Nga vjen Se- tash ky burimi? Se di, Nuk e dini. se di. S'mund të të sjarë qatë gjonë, sa jo del për toke. Po. Ata i del për toke. A i tregon të histori interesante nga jeta e fshatit, ndër të cilat më të veçantat ishin kujtimet për dasmat të dikushme. Tregimet e tij mbeten një pasuri shpirtërore që ruajnë gjallë kujtesën kolektive të fshatit. Kur u mërtova unë, ka me kalë, Me ka, për cilit fshat e marrë? unë e për fshatit Gornjane ka përgru. Gornjani. Ah, Tash e në Gornjan s'ka banor. Ska, dishpejave të kemi. Po. Pa dje, pja dje ka ardhë. E pa e më herët apo jo? Ja, ma i fraherët, a ditë që ka ardhë e këm pa. Po. Vetëm Edhe- se Po. njerëzit tjerë flasë që mirë është. Po. Edhe unë e prenova që asositë që njerëzit. Edhe të doli ashtu si ishte? Doli, falberës, doli.
Nuk ishtë muzika të në. Me qëfar? Me qësa me dajire. S'kishtë muzika. Me lodra? Jo, as lodrat. As lodras? As lodrat. Pa atëherës pa e në dvafër të ishit. Që të të me zortë. A mund të stash mirë falderës, mirë. Mirë për zotit që tjirë mirë. E tani si e kaloni ditën ju këtu në fshat? Kur zjojni në mëngjes? Mëngjes? Qëfar bani? A keni miq, a keni shoqëri, a dilni ma gjibarion? Shoqëri, pjotë. Shoqëri, 4 qeli hapi kamën, këtë shoqëri. Ka nga një? Këtë për fshatit për, nëse. A gjibareja, dhaja gjibareja, s'pa. Unë i kom edhe 4 vllazni tjerë. Që në ki familje madhe? Po, ato gjalarët, ato këtë kur mblidhe në mëni kafe, ne mbushim vërtë kafe. Të largoheshim nga ky vend dhe nga ky fshat i bukur, të mbushur me ftesë bujare dhe dashuri të sinqertë. Ndjenja ishte sikur të ishim pjesë e tij. Këtë përjetim e bëri edhe më të veçantë Haxhi Bariu, një ndjekës i flakt i jetës së fshatrave në e Djela me ne, i cili me përkushtim dhe dashuri e përcjell shpirtin e Negotinës tek çdo vizitor. Dhe kështu përfundon vizita jonë në fshatin Negotin, një vend ku natyra, tradita dhe mikpritja bashkohen për të krijuar një atmosferë të veçantë, nga rrugët e qeta dhe shtëpitë moderne, te burimi i ujit mineral, shkolla, bizneset dhe puna e palodhur e bujqve, çdo hap këtu tregon historinë e një komuniteti që jeton me zemër e përkushtim. Prandaj, nëse doni të përjetoni këtë bukuri nga afër, vizitojeni Negotinën, ejani dhe njihuni me njerëzit e saj, shijoni natyrën dhe merrni me vete kujtime që do t'ju mbeten gjatë. Ejani dhe vizitojeni Negotinën, do t'ju pres gjithmonë me dashuri e bujari.